من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل الرسالة وبلغ الأمانة. Mërmin Allahut mëshiruesit, mëshirësit, paqja mëshira Allahut qoftë mbi profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja mëshira Allahut qoftë mbi ata njerëz që e pasojnë udhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Profeti alayhi salatu wasallam në një thënie, në një hadith të saktë thot: "Hakul muslim ala muslim sit." Haku i muslimanit ndaj muslimanit, do të thënë të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. Dhe ka përmend profeti alayhi salatu wasallam në këtë hadith 6 të drejta që kemi ndaj njëri tjetrit. E para thot profeti alayhi salatu wasallam, thot iyadatul marid, që do të thot ta vizitosh të sëmurin. Ti bësh vizit njeriu i cili është i sëmur, është hak ti shkosh me vizitu. Është hak ti shkosh te shtëpia, është hak ti shkosh te spitali. E ke hak, ky është haku i muslimanit. Një familjar, një shoqe, çka ketin në familjen tënde ose në shoqërinë tënde ose komshit çka e ke, duhet ti bësh vizit kur është i smur, duhet shkosh ta vizitosh, sepse është për hakut. Dhe shikoni, njeriu i cili shkon edhe viziton smurin, a dini sa shpërblime ka atë i madhi Zot? Njeriu nëse ngrehet me njetin, me qëllimin që të shkojë te i smuri, ta vizitoj, ama me qëllimin për hir të Zotit, marrë sevapet, shpërblimet e Allahut. A dini çka shpërblime ka? Thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse shkon në gjes, thot 70.000 me laçe, që ty nuk mund ta paramendosh, si 70.000 me laçe Allah azza wa jall i dërgon që të bëjnë istighfar, që të luten për ty. Deri kur nëse shkon në gjes, bëjnë luten për ty deri në darkë. Nëse shkon i sëmurit, e viziton në darkë, 70.000 me laçe bëjnë dua dhe luten për ty deri në gjes. Imagjinoni se shikoni se sa shpërblime ke kur shkon te i sëmuri me vizitu të smurin. Mirë, po këtu do ndalem ke diçka tjetër. Ke kjo pikë do të ndalem pak diçka. Sepse vend marrim sevape, nga njerë marrim gjunahe. Shkem të i smuri, dhe vend të marrim të sevapet, të shpërblimet, ne marrim gjunahe. Pse e them këtë? E them këtë sepse në shumicën e rasteve jemi duke pa dhe duke ndigju që kur njeriu shkon te i sëmuri, i ka disa rregulla. Islami ka vu rregulla. Kur shkosh te i sëmuri, e para gjë mos e zgjat qëndrimin tënd shumë. E para ta kesh njëtin për hir të Zotit. E dyta, mos e zgjat qëndrimin tënd, sepse jemi duke pa. Shkon te i sëmuri nuk mundet ta duroj vetin e vet, jo më duroj tjerit. Shkosh te i smuri, mos rri 1 orë, 2 orë, 3 orë, 5 orë, 6 orë, dhe pret edhe ushqim për smurit. Pret edhe drekë edhe darka për smurit. Edhe një limonata ta japi mamas. Mama, nuk shkon ashtu sepse nuk të pret vetëm ty. Ka shumë njerëz që ndoshta e vizitojnë atë smur. Po ti i merr 2 orë, ai tjetri 5 orë, ai tjetri 3 orë, ai tjetri 4 orë, ai smuhet edhe ma keq, do të më mirë mos në vi asnjëri. Nuk është për Islamin ton kjo. Shkosh edhe të ngjitesh te i smuri, edhe ma keq. Zoti na falt. Prandaj them vetëm me marr sevape, po marrin gjunahe. Ti kur shkon ke i smuri, më falni, mos i rrotullo syt 360 gradë në shpinën e tjetrit. Mos ja shikon, se dikush shkon me pa çerçafin të smurit. Dikush shkon me pa jeslikun, ai ka të bardha, ai ka të zi, ai ka të pastruar, se ka të pastruar. Ja shikon pijamet, ai ka të pastruar, si kanë pastruar. Ti shkon me njëtin me shëntallik, shkon me njëtin me pa për fudullik. Por çka shkon ti smuti? Shkon ti smuri
me vizitu, shkon te smuri ti marrësh sevapet, shkon te smuri të marrësh duat e melaqeve, a shkon te smuri të marrësh furnizohesh me material shëntëlliku dhe të fillosh ta përhapësh në për familje, në për komshi se si e ke pati atë smurin, a me çerçafin e pastër, a me çerçafin e pisët. Nuk lejohet kjo. Ne e dim shumë mirë që kur shkosh te shtëpia e tjetrit, hy me sy dhe dil pa sy. Kur shkosh te shtëpia e tjetrit, hy me gojë dhe dil pa gojë. Kur shkosh te shtëpia e tjetrit, hyr me vesh dhe dil pa vesh. Kur shkosh te shtëpia e tjetrit, duhet ta ulësh shikimin. Kjo është edukata dhe kjo është prej etikës islame. Prandaj profeti alayhi salatu vesselam shumë qartë ka thënë në një hadith: min husnul mar'i tarku ma la yani. Pre moralit, pre etikës së muslimanit është ta lesh atë që ty nuk t'intereson. Mos hyn atë gjë që nuk t'intereson. Mos shiko detajet e shtëpisë dikujt. Prandaj vetëm me marr sevape ne po marrim gjunahe. Kur shkosh ti smuri rri 5 minuta, 10 minuta, ashtu siç ka vepruar profeti alayhi salatu vesselam. Profeti alayhi salatu vesselam kur ka shkuar ke smuri ka bë dua. Dhe nuk ka net me sahat dhe me orë profeti alayhi salatu vesselam, sepse më shumë e dëmton smurin se sa jetu bënaj sevap te smuri. Ka qenë është një rast, ka shku dikush dhe ka vizitu një dietar, ka qenë i smur ky dietari, edhe i ka shku vizit të shtëpia. Mi po ky është ul, e ka zënë rajmon atë vend dhe s'po ngrehet prej vendi. Me sahat, me orë. Edhe ky ka dëshë ka gjetë momenti me kërku këshilla për dietarit, dietari i smur, i shkreti. E ke gjithë momentit e këshilla, ligjëratat japi dietarin në shtrat ty. Ka thënë o dietar, m'jep nej këshill. Du këshilla ti, mashallah, jep këshillat mira. I ka dhe ky ka thënë këshillën bashkë këshillën më të mirë. I ka thënë, kur shkosh ti smuri më rri gjatë. Kjo është këshilla më e mirë. Kur shkosh ti smuri, më rri gjatë. Është sevap. E kemi hak me vizitu të smurin, ama me disa regula. Nëse don ato sevap, ato shpërblime që i ka premtu profeti alayhi salatu vesselam dhe premtimi profeti alayhi salatu vesselam është premtimi Allahut, duhet shkosh, merre diçka, një langa, një kil banan ose diçka çka mundesh me çut smurit ose fundja hiç mos i ço. Bëj një dua, rri 5 minuta, 10 minuta dhe ngrehu dhe shkon në shtëpinë tënde. Dash me i marr sevapet dhe shpërblimet Allahut subhanahu xhella xhelalu. Kjo është haku i dytë.